një urim prej Beharit, edhe çka pret prej vitit 2026? Pi vitit 2026, pres me... Mu martu. Mu martu. Wow. Unë e pres me shku ndarë. Po që ishte një surprizë e bukur. Po kismet. Nuk e kena caktu hala tamon, po... E në do të caktu. Brenda shti vitit po. Dhe më thonë, mu martu po, edhe ene dhe martojmë, E në do knaqemi. po. Edhe masane hapi tjetër më një hera është inshallah që jo kum lut Zotit gjithë një çik me ma fal. Masane okay, edhe nëse ka Edhe pa dyshim kime qenë një babi mrekullueshëm. Unë e shoh edhe me Irën që shkujdesesh gjatë serialit, e leje mu kur ta kesh vajzën tënde. Valla, unë jau kam zili kisha me thonë, po më duket fjalë pak e vrasht, jau kam shumë lakmi atyne që kanë Vajza në shtëpi. po që kanë vajza. Mirë shumë. Cili është urimi prej Sarës edhe çka pret prej 2026-s? E unë e sefte pa ura i Beharim. Me u martu sa ma Me u martu dhe me bo një qikë sa ma shpejt. Ajo që ka pret për këti viti është shëndet plot. Për mu, për familjen tem, për kolegët e mi dashton krejt, për gjithë njerëzit në fakt. Me pas sa ma shumë projekte, sa ma shumë punë të mira, edhe normal pse jo me përmbyllë edhe unë në vitin me naj qikë si hoja, ose naj djallë të vogël. Dëshira qenë ka për vajza. Edhe ti na i keni mu. Unë e kom pas ondër këtë jetën e kom pas me pas një qik. Masane tjerë fëmijë shkat vinë mirë se lidhje. Amo një qik gjithçysh, e kom ondër me pas. Urojmë sa ma shpejt. Sidomos kur na ka ardhur edhe Ira, to na i ka vullos ato që ja vlen. Më vjen shumë mirë që pavarësisht që është pak sfiduese me punu me një fëmijë kaq vogël si Ira, ju edhe kënaqeni me to. Shijoni. Sigurisht që jam shumë e lumtur për këtë pjesë. Ja, për mua ka shumë interesant çish ka mujt për shembull me ngufru barki për një fëmijë që nuk është i jami ose i rritit kështu. Po ma ke thonë edhe personalisht. Po seriozisht, e kam kështu. Kjo din me qenë e shoqënueshme me krejt. Këshire, qysh mos. Edhe është goxha e përshtatshme, edhe pse në moshë e vogël, është shumë e afërt me secilin prej juve, domethënë nuk ju ana shkalon. Po ju të tre jeni favor Tirës. A keni parasysh? Ndihmë. Atëherë jemi drejt minutave të fundit të kësaj interviste. Mos ta quaj intervistë, po një ndaj për qefi kështu. Unë jam kënaqur të vërtet shumë edhe ju falenderoj. Pak momente që i harrum kamerat, po kjo garanci është mirë me publiku nuk e ka pa shumë në këtë dimension, e ka pa ma shumë anën profesionale. Kështu që edhe për këtë pjesë ka nevojë publiku me ju pa këtë anën njerëzore dhe se qysh jeni ju me të vërtet. Ose jena shumë njerëzor, se harrum me kallëzu, na jena njerëzor. Jo, po vrehet, nuk ka nevojë shumë me u fol kjo pjesë. Faleminderit shumë të cilët nga ju. Faleminderit suksese në karrierë dhe u kënaqëm, e shijuam. Edhe unë ju uroj shumë suksese si në anën personale edhe në jetën profesionale. Gjithashtu. Edhe urojna që edhe në fund këtij viti ta pret kena mu taku bashkë me kolegen tonë të vogël. Gjithsesi. Me shumë kënaqësi. Po ja, faleminderit që ke pjesë e intervistës me nanin